Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, çka do që bëni për veten tuaj, do ta gjeni tek Allahu Azza wa Jall. Pra, paremisht, çdo punë që bëhet prej besimtarit për hir të Allahut Azza wa Jall, e kemi për vetveten tonë, për të mirën tonë, për shpërblime që deponohen tek Allahu Subhanahu wa Taala, për atë ditë që më së shumti do të kemi nevojë për këto shpërblime kur do të takojmë Allahun Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Por parasysh sa të vogla të jenë ato në syrin e njerëzve, çfarë do e mirë tek Allahu Azza wa Jall ka pesh. Thot Allahu në surën El-Zelzele, çdo gjë që është e vogël edhe sa një grimc do ta gjeni tek Allahu Azza wa Jall sado që është e mirë. Po edhe çdo gjë e keqe sa një grimc do ta gjeni tek Allahu Subhanahu wa Taala.